Ti jetosh më i miri kryetari Imre Ahmeti. Nëse flasim për përqindje, sa përqend? Dikon 70%. 70%. 70% Që do të thot pa ballotazh. Pa ballotazh në të parë. Përshëndetje, me është emisioni 05, jemi edhe sonte në qytetin e Lipjanit. Jemi këto për pyetjen, kush është kandidati ideal për ta fituar komunën e Lipjanit në zgjedhjet e 12 tetorit. Ta shohim se si do përgjigjen qytetarët e kësaj komune. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Jemi pra emisioni 05, jemi në Lipjan për pyetjen, kush i fiton zgjedhjet e 12 tetorit. Ti jetosh më i miri kryetari Imre Ahmeti. Pse mendon që duhet mi fitu edhe 4 vjet? Që ne janë syt me po që ka punu shumë. Ka punu shumë. Ma të mirë s'ka qysh. Nëse flasim për përqindje, sa përqend? Dikon 70%. 70%. 70% Që do të thot pa ballotazh. Pa ballotazh në të parë. Në rregull, faleminderit shumë për shëndet. Jemi edhe sonte në qytetin e Lipjanit. Jemi këto për pyetjen, kush është kandidati ideal për ta fituar komunën e Lipjanit në zgjedhjet e 12 tetorit. Ta shohim se si do përgjigjen qytetarët e kësaj komune.